Kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale shtyllat e udhërrëfyesit Besa, që ai u ka propozuar socialistëve për të rifituar besimin e qytetarëve. Besim, empati, shërbim dhe angazhim, shkruan kryesocialisti në rrjetet sociale. Besimin Rama e kërkoi nga të vetët për të vijuar rrugën e nisur dhe përfunduar misionin e Partisë Socialiste, sipas tij, antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Empatin dhe shërbimin për qytetarët e kërkoi nga nënpunësit e administratës, për të cilët pati kritika në mbledhjen e fundit të zgjeruar të grupit parlamentar socialist. Në atë mbledhje, Rama tha se ka marrë ankesa nga shumë qytetarë për arrogancën e zyrtarëve në përzyra. Kjo arrogancë, tha ai, duhet të marrë fund. Angazhimi është detyra e fundit që Rama u përcjell socialistëve. Ai kërkon prej tyre që të jenë pranë qytetarëve, të shpeshtojnë takimet, të dëgjojnë kritikat dhe mbi të gjitha hallet e komuniteteve që përfaqësojnë.